Pas sulmeve ndaj Iranit, frika për një konflikt global është rritur dhe shumë njerëz po mendojnë se ku mund të jenë më të sigurt nëse shpërthen një luftë bërthamore. Sulmet e QBA-ve ndaj objektivave ushtarake iraniane, të quajtura operacioni Furi Epike, dhe kundër sulmet e Iranit ndaj interesave izraelite dhe amerikane në lindjen e mesme, kanë shkaktuar shpërthime në disa vende, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Katarin. Ngjarjet e fundit përfshin edhe vdekjen e liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei, duke shtuar frikën për një skenar të luftës së tretë botërore. Duke marrë parasysh këto zhvillime, në një artikull të publikuar nga AOL, renditen disa nga vendet më të sigurta në botë, ku njerëzit mund të strehohen në rast të një konflikti global. 1. Antarktida. Me pozicionin e saj të largët dhe mbi 5.4 milion milje katrore toke të paprekur, Antarktida konsiderohet një nga vendet më të sigurta për të shmangur konfliktin. 2. Islanda. I izoluar dhe i njohur si një nga vendet më paqësore në botë, Islanda ka mbajtur qëndrim neutral dhe nuk është përfshirë kurrë në luftra apo pushtime. 3. Zelanda e Re. Vendi renditet i dyti në indeksin global të paqes dhe ka mbajtur qëndrim neutral në shumicën e konflikteve ndërkombëtare. Tereni malor i ofron mbrojtje shtesë. 4. Zvicra. Njohur për neutralitetin e saj historik, Zvicra ka një terren natyror mbrojtës dhe shumë strehimore bërthamore, duke bërë një nga vendet më të sigurta në botë. 5. Grönland. Si ishull i largët dhe territori Danimarkës, Grönland ka një popullsi të vogël dhe nuk ka interes strategjik për superfuqitë globale. 6. Indonezia. Vendi ndjek politikën e neutralitetit dhe prioritetin e paqes globale, duke mos marrë pjesë në përplasjet ndërkombëtare. 7. Tuvalu. Një ishull me vetëm 11.000 banor, i largët dhe me burime të kufizuara që e bën të pakëndshëm si objektiv agresioni. 8. Argentina. Me burime ushqimore të bollshme dhe tokë pjellore, Argentina ka potencial të mbijetojë një krizë globale edhe pas një lufte bërthamore. 9. Bhutan. Vendi i izoluar në Azi Jugore ka shpallur neutralitet që nga 1971 dhe pozicioni i rrethuar nga male e bën më të sigurt. 10. Chile. Me tokë pjellore, burime natyrore dhe infrastrukturë të zhvilluar, Chile është një nga vendet më të sigurta në Amerikën e Jugut. 11. Fiji. I vendosur larg Australisë dhe me një ushtri të vogël, Fiji ofron burime ushqimore, pyje të dendura dhe peizazhe të favorshme për mbijetesë. 12. Afrika e Jugut. Me burime të shumta ushqimore, tokë pjellore, ujë të freskët dhe infrastrukturë moderne, Afrika e Jugut është një nga vendet më të favorshme për mbijetesë në rast të një konflikti global.